Të shiroj të ngre dhe unë një dolli dhe juftoj ta ngrem për shoqen e Xhmie, shoqen tonë të dashur në Xhmie. Mbushi 60 vjet. Ceremonitë e partisë tonë që organizon partia jonë nuk janë formale, kur s'kan qenë formale. E kjo ceremoni intime e shoqërore është shpërblim moral i partisë, i shtetit dhe popullit tonë që i bëhet shoqës sonë të dashur në Xhmie në rastin e 60 vjetorit të ditëlindjes së saj. 60 vjet jetë s'janë as pak dhe as shumë, varet se si i shikon. Në 60 vjet të jetës së në Xhmies janë 40 vjet luftë e rrept, luftë politike, ideologjike, edhe luftë e armatosur, edhe luftë për ndërtimin e socializmit në shpinën e shoqes në Xhmie. Në këtë kuptim nuk është pak, është shumë. Shoqja në Xhmie jo vetëm ka jetuar gjithë historinë e partisë tonë, por edhe ka kontribuar në historinë e lavdishme të partisë tonë, që është unike në historinë e lëvizjes komuniste dhe ndërkombëtare, dhe në lëvizjen dhe në historinë e njerëzimit. Sepse gjatë këtyre 40 vjetëve partia jonë jo vetëm që shliroi me forcat e veta të dheun, por ajo që është edhe më e rëndësishme është që mundi të përballojë të gjitha fortunat e tmerrshme të këtij shekulli, mbijetoi katastrofën revizioniste dhe tradhtinë revizioniste dhe ndërtoi me gjakun, djersën dhe mendjen e saj veprën më madhore në historinë e njerëzimit. Veprën e parë madhore e krijoi Lenini, partia e Leninit. Por ajo vepër u përmbys nga tërmeti revizionist dhe do duhet kohë, nuk e dim se sa, që të ringjallet nga gërmada dhe nga hiri i saj. Nërsa Partia e Punës së Shqipërisë atë që ndërtoi e ngriti lart e më lart derisa e pruri në ditët tona. Dhe e vlen të jetosh, e të luftosh në ditët e partisë, jo 60 vjeç të jeç, po dhe 100 vjeç të jeç. Sikur dhe një ditë më tepër të keq mundësi të jetosh, e vlen se është e lavdishme. Gjithë bota i ka kthyer syt nga ne. Dhe veçanërisht në vitin 1981 ka kthyer. Dhe pyet, ç'do të bëjë Shqipëria? A do të mundet që 5 vjeçarin 1981-1985 ta nxjerrë tej? Apo do të përgjunjët e të lip të tjerëve? Neve sot ja dorëzojmë byros politike, por e këtanin e 5 vjeçarit të 7.
mund të them që është vepër me të vërtet madhore e partisë tonë. Po të realizojmë dhe do të realizojmë. E partia jonë duke vazhduar rrugën, edhe më tej, si që ka vazhduar deri sot, bazë të mësimeve, të mësuesve tanë të mëdhenj, të Marksit, Engelsit, Leninit, Stalinit, dhe në bazë të mësimeve të themeluesit dhe udhëheqësit të partisë tonë, shokut e ndër, ajo do t'i përgjigjet botës siç është përgjigjur deri tash, se këtë pyetje nuk e bëjnë vetëm sot armiqt dhe miqt tanë, po e kanë bërë disa herë. E kanë bërë kur mori fuqinë Khrushchevi, kur ndodhi tradhtia në Bashkimin Sovjetik. E kanë bërë në 78-ën, kur na pren kredin kinezët, po e bëjnë edhe si vjetë. E neve do të përgjigjem, si që jemi përgjigjur, dhe jemi të bindur se do t'ja arrijmë qëllimit. Prandaja, shoqja Nexhmie në këtë kuptim është akoma pak 60 vjetë. Kemi akoma shumë për të bërë, punë edhe luftë. Dhe Nexhmia është një nga kolonat e partisë. Nexhmia mishëron tiparet karakteristike të partisë tonë. Në radhë të parë, nuhatjen politike dhe revolucionare. Por nuhatja politike dhe revolucionare nuk mund të ekzistojë pa qartësinë dhe pjekurinë politike dhe ideologjike që është tipari kryesor i shoqjes Nexhmie. E Nexhmia është garanci për partinë, sepse ka punuar e punon vazhdimisht në frontin ideologjik, që është fronti kryesor i partisë. Mos nisemi nga ajo që është buka kryesore, se pa bukë s'jeton. Por në qoftë se nuk ushqejemi me ideologjinë marksiste-leniniste, nuk ka bukë, s'ka qumësht, s'ka lumturi. Pra në radhë parë është fronti ideologjik që çan përpara në luftë kundër të gjithë armiqvet dhe për ndërtimin e socializmit. Dhe në këtë kuptim, shoqja Nexhmie është në ballë të asaj, në ballë të ballit, në ballë të shtizës së partisë që çan përpara për të zbatuar të gjitha detyrat e saj, për të çarë rrethimin, për të ndërtuar me sukses socializmin. Shoqja Nexhmie nuk ka vetëm këtë tipar që është tipar kryesor i partisë, qartësinë politike dhe ideologjike, po ka dhe vendosmërinë revolucionare në biografinë e shoqjes Nexhmie, që e kemi jetuar të tërë në këto 40 vjet të jetës partisë dhe të jetës Nexhmies si antare e partisë tonë dhe udhëheqëse e partisë tonë, pa folur për pjesën e paraformimit të partisë, nuk gjen asnjë gabim parimor, politik ose ideologjik në gjithë veprimtarinë dhe qëndrimet e Nexhmies në të gjitha këto dallgë të tmerrshme që ka kaluar partia. Dhe kjo është garanci për partinë tonë. E prandaj, partia shikon në shoqjen Nexhmie një udhëheqëse militante, besnike të marksizëm-leninizmit dhe njëkohësisht e vendosur dhe luftarake për ta mbrojtur vijin e partisë, siç e ka mbrojtur deri tash, siç e ka mbrojtur gjatë këtyre 40 vjetëve, dhe i uron Nexhmies që ta mbrojë deri në fund, e kjo deri në fund ne themi edhe 100 vjet. Nexhmie ne urojmë për ditëlindjen e saj, që të jetoj sa malet tona, siç thot populli. Të jetoj e lumtur, e ta kemi gjithmonë militante revolucionare në udhëheqjen e partisë dhe gjithmonë pranë shokut e nver,
Dhe urojmë që t'i rroj partisë, t'i rroj popullit, t'i rroj familjes, t'i rroj dhe shokut e nderë. Për shëndetin e shoqës Nexhmie, të na rroj Nexhmia, rroj partia, rroj shoku e nderë.